Mungesa e të akuzuarve Faruk Mujka, Hysen Muzliukaj dhe mbrojtësve të tyre ka qenë shkaku që ka dështuar të mbahet seanca e shqyrtimit fillestar. Mujka e Muzliukaj akuzohen nga Prokuroria Speciale e Kosovës për keshpërdorim të detyrës zyrtare. Gjyqtarja Violeta Namani ka thënë se nuk kanë marrë konfirmim nga asnjëri prej të akuzuarve nëse u kanë shkuar ftesat, ndërkohë vetëm avukati Mujkës e ka arsyetuar mungesën. Nuk prezanton mbrojtësi i tij avukati Xhafer Tahiri, i njëjti përmes emailës zyrtare. E kanë njoftuar gjykatën se për shkaqe familjare, shëndetësore të njërin nga anëtarët e familjes së tij. Seanca u caktua për 20 tetor derisa gjyqtarja paralajmëroi masa ndaj të akuzuarve nëse nuk vinë edhe në seancën e radhës. Për sigurimin e prezencave të tyre në këtë çështje penale do të veprohet konform rregullave të procedurës penale, nëse është e nevojshme do të çohet edhe urdhëresë për sjellje me shoqërinë të njëjtëve. Faruk Mujka aktualisht kryeshef i ndërmarrjes Siberlepence, Hysen Muzliukaj, drejtori i Institutit të Kosovës për Administratë Publike, akuzohen se gjatë kohës sa kishin pozita në komunën e Mitrovicës së Jugut kanë dëmtuar Agjencinë Kosovare të Privatizimit në vlerë prej 125.100 eurosh. Të njëjti dyshohen se në mënyrë të kundërligjshme kishin bërë këmbimin e pronës së ish bankosit me pronë private. Mujka akuzohet edhe për mos raportim apo raportim të rrem të pasurisë me arsyetimin se në cilësinë e kryeshefit ekzekutiv të Siberlepencit nuk i deklaroi 60.050 euro që i sekuestruan në shtëpi.